konsumoni sa më shumë fruta edhe sa më shumë lëngje. Për vitin 2026, institucionet arsimore dhe shëndetësore kanë hartuar një kalendar aktivitetesh promovuese, të cilat synojnë rritjen e ndërgjegjësimit për shëndetin tek nxënësit e shkollave nëntëvjeçare. Infermierja Mimoza Ragami flet për nismat e ndërmarra në funksion të shëndetit të nxënësve. Kalendari është për të gjitha shkollat, edhe ne zbatojmë protokollin në të gjithë kalendarit. Pastaj në bashkëpunim me drejtorinë dhe mësuesit kujdestare zhvillojmë temat në bazë të kalendarit. Gjatë muajit janar në shkollat nëntëvjeçare janë zhvilluar dhe janë planifikuar aktivitete me fokus informimin e nxënësve dhe prindërve. Do të zhvillojmë tema për duanin, drogën dhe alkoolin, edhe do bëjmë edhe aktivitete edhe që të bëjmë sensibilizimin edhe të japim këshilla. Një rol kyç në zbatimin e këtyre aktiviteteve ka infermieri i shkollës, i cili jo vetëm monitoron gjendjen shëndetësore të fëmijëve, por ndërhyn dhe në identifikimin dhe trajtimin e problematikave më të shpeshta që hasen tek nxënësit. Roli im është për zbatimin e aktiviteteve si infermiere shkolle që jam. Të janë edhe të virozat e stinës, edhe kina dhënë këshilla që të me pas shumë kujdes, me pisë sa më shumë lëngje, të ushqina me sa më shumë fruta edhe të kemi një ushqyerje të shëndetshme. Aktivitetet promovuese në shkolla mbetet një element i rëndësishëm në edukimin shëndetësor të fëmijëve, duke kontribuar në krijimin e zakoneve të shëndetshme që në moshë të hershme dhe në forcimin e bashkëpunimit mes shkollës, familjes dhe shërbimit shëndetësor.